është një prej elementeve të kësaj bisede që është aq specifike, domethënë, është detaj i panevojshëm. Ka një protokoll diplomatik, kur bisedojnë krerët e shtetit, ose kreu i qeverisë me kreun e shtetit. Është niveli më i lartë i bisedës, pavarësisht sa e mundon përmes telefonit, jo fizikisht. Dhe kryesisht në këto biseda, siç u tha edhe më herët, flitet për çështje që në farë mënyre përmenden gjërat e përbashkëta që i kanë këto dy shtete. Një fjalim shumë i përgjithshëm. Jo në detaj, aty mungoj vetëm përmendja e emrave të analistëve, më thonë, që X analisti po më thotë kështu po e për t'ia vënë kulmin këtij skandali, domethënë, deri në atë nivel. Për të kësaj, raportet me Grenellin, është në interes shtetit Kosovës që gjejmë mënyra të përmirësoj raportet me Grenellin. Si duket, kryeministri nuk e ka kuptuar ende mënyrën se si funksionon presidenti Trump. Përmendja e përcaktimit zotit Grenell në një institucion kulturor atje tregon që kryeministri ende nuk e di se si Trump i bën politikat. Zoti Grenell është njeri i afërt i Trumpit dhe unë mendoj që do të ketë një ndikim shumë të madh në relacionet edhe në aspektin mund të ketë ndikim negativ. Andaj duhet gjenden mënyra se si Kosova ti përmirësoj marrëdhëniet me zotin Grenell. Janë bën kaluarën përplasje, ndoshta kanë qenë pa nevojshme. Ky fjalim domethënë i shton asaj përplasje që është një dëm i madh edhe në fushën e diplomacisë. Si fjalim duket që ka një dozë të mlefit. Duket kryeministri që ka një lloj disbalance emocionale, nuk e di pse, ka qenë ngazllim apo nuk e di pse domethënë. U përmenën shumë gjëra jo relevante. Pastaj kjo çështje, kjo e prek gjithashtu edhe aspektin e mungesës sigurisë, do thoja. Po edhe në fushën e politikës jashtme, i prek relacione, siç e thamë edhe më herët, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është e panevojshme. Ne kemi nevojën që ti përmirësojmë këto relacion. Jo ti shtojmë asaj. Domethënë është një fjalim që besoj që do ta sfidoj autoritetin e kryeministit Kurti, edhe niveli gjuhës anglishte, që gjuhës angleze që kishte një perceptim që flet rrjedhshëm anglisht, domethënë është një nivel jo i mjaftueshëm i gjuhës angleze. Ishte një aksent bukur shumë i papranueshëm, do thoja, jo në nivel të siç njihet që njeh kryeministri, dhe gjithashtu tregon në farë mënyre që gjuhën mund ta njeh mirë, është aksentin. Aksenti ishte jo në nivel. Po si përmbajtje